që... Po një më debat me pas vrejtë. Jo. Ka debate më shumë. Mirë. Faleminderit. Dëgjoj tani ne interpretim për Ministrisë Financave në vlerë të kërkuar. Në ato caktuar, në raportin. Që ata duhet na vonë, a ka nevojë të punë. Nëse ka nevojë të ato të vend, përsëri janë debatuar të ato të vend. Ata ka kuvendi, dhe të rregullta ka të jashtëzakonshme. Moj vlerë të jashtëzakonshme, na thuemi, po shemë kemi vetë shumë kusht. Thonë mujtë tjerë, nuk të thonë vetëm ndërë, mund të pesë vlerë me majtë në mund. Qofshin të rregullta, qofshin të jashtëzakonshme. Kështu që mundësia e mbledhjeve është domethënë pa kufizuar në përcaktimin e mundës është i përcaktuar. Sa herë që ka nevojë komuna, na duhet mbledhje në sigurisht. Jo vetëm për këtë çështje, por për çështje të tjera qoftë ka nevojë. Unë jam i gatshëm në një çështë. Për procedura të tjera, ka nevojë gjën ku ka nevojë, ato çështje që unë nuk mund të interpretoj, nuk kemi interpretuar si. Mirë, unë mendoj që debatin e kemi mbyllur, nuk ka tjetër, domethënë pushoj që pika e parë e ditë fitë për janë ditë. Atëherë për mësuesin që po 14 për, ata konsiderojnë domosdoshmë që nuk ka as kundër as nuk ka skenë nacional, si ishim që për, kështu që pika e parë e ditë mbetet që të shqyrtohet në njërën prej se antarë apo se antarë kuverit, apo mbledhjet të Komitetit për Politikë e Financa, po që tha në vuzin të se nuk ka nevojë për punionin, nuk biseduar, atë natyrisht nuk janë biseduar, hyrë vazhdon të kërkuar po atut. Mirë, atëherë vazhdojmë me fikën e parë, tash pak të një ditë, të ndryshme, ose nëse ju mendoni me fut në një pikë tjetër të një ditë, po paraprakisht duhet të bëhet propozimi prej ditëmune, atë na mund të fusim në një pikë tjetër të një ditë, ose kemi gatshëm me biseduar. Unë fjalën për kaloj të thonë një herë përfaqësuesve të subjekteve politike që janë prezente këtu, pak më konsiderat të japim fjalën Xhavitit. Xhavit, do një pikë tjetër të shtuat, do një propozoni që të shtuat një pikë tjetër në ditë? Jo? Mirë, natyrisht është një përgatitje, apo të unë më shoh se ka. Atëherë Behore, jo, nuk kemi asgjë. Veronda, do të thirrë jo, atëherë do të thonë në vazhdojmë me pikën e parë një pikë të ndryshme. Kemi ngritur çështje edhe herë të kaluar, besoj që ka tashmë çështje të ndryshme, se ajo është pika ku na mas shumë të biseduar. Unë e kisha hapur debatin rreth çështjeve të ndryshme, kisha dashur pak a shumë për këta tema të bisedojmë, pak ta bëjmë policë, se kur në nga kafere ka fjalën. Faleminderit zoti Kryesus. Përshëndetje pra për gjithë. Klasa politike kuvendit të komunës Gjonike të Vashët provimin. Sa i përket pikës të rendisën e kisha një shqetësim atje, zoti Kryesus më shqetëson shumë një fakt, një disë qendre që një vite gjys po bohen 2 vite, shaftit e xhamia në qendër të komunës nuk është e rregulluar. Du ma dhoni qarim, se nuk po kryet që kjo punë, po është defekti, nuk është të arsysh me një disqendre, në punë e jo grope hapën aty, shumë keshtë. E dyta, unë krysi që ka kry rrugën e Pepshit, lagjen Pepsh, të dera e Elbasan Pepshit, nuk e ka kry shaftin që ka posë në kontrol. Ende shafti është i pa kry. Edhe aty ka u djerë nga i zdalë një vojtë të vogël, aty rrasë të kontë, aty me bomi një komë, aty në të poshë dhe pasyja me kuj komi. Do më thonë 2. Në 3. Nëse ekziston mundësia me përdorë autoritetin ekzekutivi, jo në kuvendi, po ekzekutivi, pe shkosën mund vorës dhejte në hymjet lagjës Pepsh atje. Jënë telat e rrymës elektrike jënë ullë shumë nivel në toksor. Dhe më thonë jënë shumë keshtë. Nuk mundët me hi zotninja në shpit vetën me traktor ose me dishka me hi, se në ra tela shumë burë, ajo shumë dishka e rëzdikshme. Për qytetarin, gjithë një të e mos
vëmendjen edhe kujdesin të qytetarit. Jënë 300 metra kabull me mujtë me hek edhe ata tele, aty do të kishin shumë mirë. Unë që to 3 brejtë i pata që to Mirë, faleminderit. Atë kështu na përgjigjet po i boj më njëherë, pa i marrë gjitha pyetjet sa shtu na bën pak tepër, na bën shumë. Në kryetarin e kemi këtu, në kryetarin mund t'ja kalojmë fjalën dikujt për kryetarin, nëse mendon se vetë nuk ka informacione rreth në pyetjeve që i bën në tezë, mund t'ja kalojmë dikujt fjalën tjetër. Në kryetar fjala për posetën me Arkamis, posetën rrugën e Pefshit, edhe linjën elektrike për shkollë të infekshën dera drotë për sa që në gjë të rrugë. Ati në përgjigje, kur mund të kryen sa sepse na ashtu, ne do ta studojmë se çfarë bëjmë më shumë. Përshëndetje për gjithë për pikën e parë dhe ose këtë kanalin qendër, është plotësisht çaka na imit që është në gjendje shumë të keqe dhe është nuk është çarkulluese. Edhe bashkë këto dy të kemë pas takime të vazhdueshme për këtë problem. Edhe është bëj projektet që është po shkruaj që ka nevojë për më bë kanal, jo gypa tash më aty. Edhe ka më bë në betonim, poshtë në kantorë dhe sa. Kështu që është një projekt i mund të kushton diku 7 mijë euro. Edhe tash nga shpejt e kthyer modalitetet, edhe që procedurat për buxhetin, me siguri dhe me marrë përndryshe ajo besoj si do të gjojmë mundësinë së ma shpesh të një kry. Se pra nëse intervenojnë me gypa, këto ishe që është të ekspert që e kanë konstatu, dhe më thonë është e kohë, dhe më thonë investojnë shumë labinisht. Kështu që jemi ka përnën që rase në vërtetë shumë pesë edhe qenë dhe qytetarë. E dyta, për qatë shakë në përshën po të regoj dhe s'po në ndjeninë. Në drejtë nuk e di që shpat kanë betë në shakë. Mirë po të ka me shku me qitë tash se pagetet të gjithajnë kryes dhe më thonë në kryes nuk është të kushtueshme. Nuk është të kushtueshme. Ai nuk ka dhe qaqa ato dhe po ka mirë me peceke më ato dhe pe shkryt për me qunë në rast aty dhe me këshyrë. Për tela kuptohet, tela tash nuk është edhe përgjithësi, nuk bëjmë atë mund që s'është përgjithësi, jona mirë po duhet tash me kek, me kodaktu dhe na kemë pas probleme shumë të bëha me kekë, na në duhet të fabrika fruta ne në gjithë 4 muaj ditë. Dhe më thonë 4 muaj ditë, për vëllësh kemë prija dhe kemë shkua te i soharë për me ndu një shtyrë. Mirë po, për bëjmë edhe këta dhe të jemi drejtuar ne, për bëjmë ata faktikisht i dinë, ata për ditë jenë kinë qafi, edhe në qafë me dorë, për që jenë shumë më rrasë, është lagja janë që ato është. Mirë po, tash me të regu drejtën na, nëse budget s'kem, aty si kunë, edhe na kemi investu të shumë, ta shorim. Vetëm një qarim, shtyllat janë të vendume, vetëm kabulla ja mungën. Do të thotë shtyllat janë të ekzekutume, janë kryme. Çka s'ne? Faleminderit. Mirë, unë veç pak kohë tash të ka lequa më tjere, veç diçka këto punë që janë të aspektit infrastrukturës se këto e dini që pak i procedurat e gata, dhe sa të sigurohen mjetet, dhe sa të nderot, dhe sa ato. Po mund jenë mirë që na jemi këtë rast kanë rejtë i shëtësime dhe mund që ka parë, kanë rejtë i shëtësime, kryetari ka marrë, do të shkuën proces, në kryetari natyrës do t'ja prezentonë, dhe kryetari të shëtësime, edhe kështu na kontribuojmë dhe më thonë me, natyrës me bujimi, dhe më matë njërë se tonë kemi ishen të. Faleminderit ne, faleminderit në kryetari, fjallën të e kalëm të në Malofën, e kërkoj unatën e. Atër, përshëndetje për gjithë, kom një pyetje dhe për juve, për juve si kërkus. Ndjerët e punët që e kimojt për diqë dhejnë të reme, jemi po të susja të lista. Këto, ashtu në drejt, me lodi kom këtu, si po dinë që të mbledhesh, me i pas pulsët e lira, së ku i këtë shtakë për shemë. A është të drejta, nuk është të drejtë. Me lënë t'i kom këtu, si qytetarë, në kalun mundës të tjera, jërë në qëto tonë. Një. Të dyta, referatën që i kemi tu ati,
A ki po drejt me përmend 26 dëshmorë këtu edhe mos me marrë një minutë thjesht për ta. Sipas mendimit jam, o ko një gabim shumë i madh. Dhe më shumë ka ardhur nati për këtyne të jashtë si janë punë shumë, si janë kanë përkthye që sa të punë se ki pa përsysh në ato, unë të them se o konë, sipas mendimit jam, o konë shumë arsye për me bo ato. Tjetër, po kalojmë të rruga nën. Rruga nën të djemë që në kapollojnë të në shkuj kanë prishë të rruga në cora atje. Edhe në të shti nuk kem ka më shku për shamën të shti e nuk ka më shku, i shko kësha me një kuptar. Rrugën e ka prishë atje, të shara për poshtë kështë të vojtisin. Unë e njësë të shkoj, ose diset të rriju me ta, unë për thamë të shkojnë të vojtisë rrugë të tjerë nësore, si bile të shkojnë të shtijat të tjenë, dhe mos punojnë për poshtë, që regulojnë që ato të tjerë të punojnë poshtë, a ne të kudojnë, për që ato që të tjerë regulojnë. Se bogjen për i shkroja ato, prishi po apore, bile pjosë dhe ne u ka thonë si më kontribu na, lirën e kalunë, në ka thonë që të më kontribu na në punë, komuna prishë në ujtë më parë. Na, në shullë dhe pronën, edhe të ashtë asë mos e di, asë përnera punë, për të bëllë dhe shka të prishin komuna, për dhëtë një ujtë si le. Edhe atë punë nuk peshë të arsysh mëne me bërë së sanësh. Tjetër, atë forën që prishin 4 vema në tenë, sa di duhet me majtë ato më zavë, të i gjymë zavë, për të bënë t'i gropë. Apo, duhet me regulua, duhet me lotë e t'i shtrohet shtresa tjetër, për s'u t'i vjerënë, për t'i vjetë atërime, bis me majtë që këto më zavë. Edhe ato më po më mënene, si nuk më regullë. Bëllë që të vjerë. A mojnë qëllë tjetër së herë mu. Se e të përgjitë e pak shpetim, këtë njështë të përgjitë të përgjitë. Të në jetë i tjetër. Po. Ja po vej pak një këma. Në gjatë, në këllë përkes vendeve, që e përmene, në salë. I kujtoj që atë ditë nuk ka pasë bashkë shumë, që është këni menu atë ditë në shërimi që për tjetë. Atmosfera e mirë shumë, më dojë që nuk ka pasë që gëjnë vendit, kur poshtë tjetë, nuk ka pasë që njështë nuk ka ndashtë, tjeshtë. Dhe tjeshtë kemi trajtua atë qytetarë, që në i kutë të tonë para pasë. Pa dallume, asë antarë të vendit, asë familje të shmurë të në tonë, në dhe që ka pasë, dhe nuk, kur poshtë ka pasë vend, dhe thonë këtu e ki vendit të të murë. Kjo është një arsye, që nësë të kemi bua të dhukë murë, që është pendere dhe pare që ka masë të vendit. Me rasë në vishërimit, për ata që në qënë më ndodhë e kalunë visare në një dinë, më herët, është peka, natyrës që gabime këtë mundshme. Po, jo, të mundshme gabime, pra në gabime, pra në po, ndoshta, është gabime dhe ma i matë, që kemi këtu familjet të dëshmorë, familjet të rëndë, familjet të viktimave, unë e di shumë se... Edhe i palit të lukë, edhe i palit të lukë, natyrës, në një shumë se gjithë, po, në rrë puna, bukur si shpejt, në rrë ka 2 vjetë e majtë ashtu, edhe me tonë drejtën nuk më prit një farë punë që na po e bëjmë bashkë me ekzekutivin nga ditën e sërinjës. Është punë që po vend dita e sërinjës. Është punë edhe ekzekutivit. Edhe një program jo vetëm në ndërë që kemi marrë. Kështu edhe kemi po marrë pra këtë. Ne kemi vu kurora në pra Gorreza mas ndërë. Unë nuk më dhëmë që na duhet të jetë atmosferë shumë më e madhe pa që ka si komunë të tjera, por na si komunë re nuk kemi ndaj praktikë bashkë mirë këtë drejtim, kështu që gabimet janë të mundshme. Gabimet të mundshme. Sa i përket 1 minutë drejtës se këmë bëhë këto, e pra në si ka bëjnë personaqës, si këmë thonë gretë në kohë, nuk është pak. Na kemi bëhë 1 minutë drejtë, dhe para shtatorës e të mundë, dhe para shtatorës gjithë dëshmorëve që janë vendosur bakë për kutimore në atë në qendët. Po, kemi bëhë ka 1 minutë ndërim, dhe të gjithë dëshmorë kemi vendosur pas ndërë. Kërora e lujë që ato, po e di që nuk mjafton për dëshmorë, jo, vetë hermanaditë. Posa 1 hermanaditë, me bëhë ndërim është pak. Se tu i falenderu gjatë të dhe përsinë, nësë të dhimë njëshën. E pra në ato së që zhemë, falenderi shumë, e rastja nuk të përsëritë. Kon, rasën e majtët në vjetës, në natyrës që
do ta marrim 10 minutë deri për trajn. Për gjithë brenda që për brezin. Shumë faleminderit. Sa i përket aspekteve teknike, rrugës bjesht, putjes asfaltit, përsëri kemi në kryetarin, nëse ka informata një nëse s'ka, ja u drejton fjalën drejtorëve të drejtorive, edhe dikush na jep informata se kur mund të drejten, pse u bua ashtu, unë nuk komentoj. Unë në kryetarin. Unë veç për çfarë. Po se na drejtuar, po se thonë të mirë, zonë fjalën, mos më dhon fjalën me kalu fjalën pa. Dhe në projekti ka vazhdan, është projekt në vazhdim. Kështu tash, sa të mund përdorojnë tash. Kryesor, justicida që i prish ato rrugë, ose ato që lidhen shtëpia. Mirë po ajo është ka punën. Ka pas zhagitje, ka pas ai këtë probleme, pasi që ka edhe ministri pa lidhën. Na im ka vojnë presion rregullish ka thirrën në këtu, dhe jemi në kontakt edhe me dhësin e punime që vazhdon projekti që është si mas plani që i vaj. Ka pashamitje, ki drejt, mirë po kryesorja ka fillu që dash. Ka dhe besoj që ato gjithë pa me kryesë, ka dhe obligim ligjor, edhe ka kontratën, kanë nështru për që ato ka përgjithësi. Për që këtu edhe këtu do të rregullohen, mirë po për momentin po duhet të pak me flet, ai zhavori shka është atë dhe atë do të kryejnë. Që të jenë. Edhe si për si telefon, funksion për energjia, se të funksion për shka tjetër. Ose unë me shumë në duhet. Ja, shërë. Që tonë shka përfu projekti ato, rruga nuk ka lidhë me projekt, rruga jemi se ka përqe. Të përfu a lidhë që atë rrugë? Po në lidhë, po nuk ka shtatone atë shti, në projekt shtu prishe një rrugë, vazhdo që të ka fa një prishtë. Na, s'u kupton. Jo një projekt në vazhdim. Edhe ai finalizimin ku ta bën, por më pranu me projekti. Edhe nëse nuk bën këtu atë është nuk nënshkruhet. Aha, dhe më thonë me pritën e më rrugë, prishtë e dash edhe një më të matë. Jo. Po që kështë bëjtjene. Me pritën dhe një vjetë, në tash po të finalizohet. Ja, për e fatit po kesh kuptim do me thonë, unë e ljesë të shkojt e ata atje. Po kesh kuptim. Apet po të thonë, jaj rrugën me ma prishtë në dy. E me dojnë me punë më gjetim nuk është asë një të arsyshë. Po unë e po thonë, mirë në kodë drejtore urbanizmet më koptu. Po e dim si janë takim atë qafë të afisit, qështu? Po unë e po thonë se mirë është me dojnë shpesh, me fshyrë atje, me bon hajgore që shkanë bo me ceva, se unë i dhe hajgore që t'i vjetë. Ndash i vjetë si ka rënë, po du më do kanë rënë drejtarë, ose njerës po du më do si kanë marë për ato përgjësi, qështu që kanë zonë me njëherë, ta shti sërte e punë kuku. Na që të me jetojnë, dhe do të me kuptu të Jo, së kom shumë kuptu në ma prish rrugën, veç, ty me ta prish rrugën. Po të garantoj me jetë, ja me ta përfu rrugën, mos më shku të shpija, për shemull, ti i qetë për skaj fjo. Edhe tjetë. Po, s'ka diskutim aty. Mirë është rrugën më shku ju rjesë. Do të ke pasë gjithë, të kuptuat, që është gjithë, që është në pakletusa. Ka do është zotin si ju, mirë është më shku rjesë, me i thomi rrugën. Bon tona edhe unë përndoj shqecimin, nuk do të unë përndoj shqecimin, se vërtet Zëneri ka shqet rëndësitësin e delegatit, rëndësitësin e shqetarë që për klasë nuk ka të se tonë nuk ka të tonë, Jemi kojnë që shumë marë ka pak. Po, është mirë dhe mu të me po të cilek njështë sa ma pak një të ngugo, sa ma pak. Qofë me rrugë, qofë me kanal turistes, qofë me na i dishka tjetër është mirë me mundë me posë cilë sa ma shumë që mundë dhe po. Edhe ta e në të dishën, dhe ta e kupturë. Dhe kupturë, nga ta shpashtë të nësërë, dhe mu i bërë, po bile shpashtë në pa për qje këtë pejtë mune shërë. Po, zë di këtu, me një rrugë, mund është me i pengu o ti një zete. Po e kuptoj. Që, unë po thëmë, me shkuë, me rregullu rrugën, dhe të vazhdojnë e qëtër ka dojë. Po, është nuk o ka tema. Po, ju po mja më shumë, që asë me mëlaj. E prishin një rrugën e po hëgjitin tjetër në fund të të harrojmë, nuk o thëmë për njëzit, më në vesh me ta, kontaktoni për ndryshin në ato për shku me bisedu në. Unë nuk kom ma gazë, shka? Hajnë se kuptoj, besoj që këmë në shkon atje, i të që ta shkatonorin tonë. Nuk kemi në të Bagdadit, dhe me thonë po flasë për funksionizm, në tonë e tim kujtë blokon rruga. Prish jo, dhe ta prish edhe rrugë, ose rrugë. Ose të rrugë, në këpin shumë rrugën pa more. Po ko pronë e janë, ta shumë pronë e mirë. A kje që ajo është e jenë.
Sekretari ju. Unë po them të pru. S'kam vjen më pa. Faleminderit. Dikush tjetër shpejtim nga staferi ka fjalën. Ibrahim përgatitet për fjalë tema. Njëtin që se mendoj edhe në Sederin, aty fata se rruga edhe me gjithë pjesërisht në kryetari u përgjegjë, edhe një përgjegjë pjesërishme. Ne dim që donator ka qenë ministria edhe kompaninë për ekzekutim punimeve ka qenë ministria sipas ligjeve, po më intereson me di se kuvendi komunal i Jonikut, pasi që është aset i komunës Jonikut, aja rrugë, a ka qasje atë? A keni të formun organ bykëshërës? Ai organ bykëshërës në qoftë se është, a i ka drejtat e plota organin bykëshërës, apo është vetëm shqiptimi e funksit? Sështë ato shqiptime që i ta zënjeri kam lexuar edhe në kryeqytetare, në jetë kestës se jenë dëmtu, me disa rrugë dëtësore që kanë kyqen drejt për drejt në rrugë, jenë dëmtu, edhe me sistem tojitjes e tojtësijes jenë dëmtu. E kjo ma tepër më dashë me dita ka qartë të plota kuvendi komunal i Jonikut edhe ka organ bykëshërës. Edhe çfarë drejta janë ato drejtat e atij organi bykëshërës, çfarë drejtë? Faleminderit shpejtim. Është një kujtuar të duhet shka është përgjësia komunës në rrugë. Shpejtim me komuna, si komunë nuk ka. Nuk ka organa. Mirë po ka vetëm mundët me vrejtë. Në zonë për ministrije, po organ bykëshërës pranimi, gjitha që të kështu që komuna mund të me shku me jetë vrajtë, me shka me jetë me shku me shku. Ma atëherë, opina dhe njerë, ligje ja leja, që ta keni pak të një organ bykëshërës monitorus. Po çaja, të të Në ndërimi, në ndërimi, të i thonë shkon bazë pika, shkon bazë pika. po jenë në kërëtonë, kësina mja të në, që mund është në shumë e vëlletit mirë të rejtë, Asone ma shkja, si drejtari në organizim, asone është një angazhim, në pesha të në që po shkanë, unë e jetë në ato. Që kjo është? Faleminderit. Ibrahim Urnat. Faleminderit kështus. Në mbledhjen e fundit të komunitetit për komunitete është ngrit një shqetësim i qytetarëve të Jonikit. Shqetësimi është me qendrat e ndasak, të cilët në çdo qatë rrezikojnë jetën e qytetarëve të Jonikit. Andaj kërkojmë që sa më shpejt të gjendet forma për eliminimin e këtyre qendrave të ndasak. Faleminderit. Mu personalisht mund të mirë që është biseduar çështje se fakti edhe unë për shokë çdo ditë. Shkutom se do të Jonikut, do të për çdo ditë në natën. Në zgjidhje, a ka mund me bëu komuna, mund të më bëu kënë kryetarin këtu, vërtet është shqetësim, jo vetëm komunë Jonikut, por të tjera. Natyrisht ne më shumë nga vend të Prionet. Në zgjidhje duhet me bëu çështë duhet më bëu. Unë jam që të bëhet zgjidhjet më të mira në zgjidhjet e lehshme, po më sheh kanë mundësi në kryetar urna se moti që të kujtohet për të bashkë të tonë. Ta kom keshën se duke problem gjithë në komunë, në ishte në varë, në varë, shumë problem të kemë në sa. Kështu, mos zërtaresht në mund të kemë drejtorin zëneti që vjerët në shtu. Urna drejtore, në informacion që shmundë me se nuk është bashkëtim për më kesh, jo, seriosisht të komë në bashkëtim, është mirë me bisedu dhe me gjithë zgjidhje. është mirë me bisedu dhe me gjithë zgjidhje, po na ndodhë diçka e keqe. Se kur ndodhë diçka e keqe, atër bëhet vonë. Nuk jetë bëhet vonë. Edhe për komunë, po edhe për kuvend bëhet shumë vonë. Unë në një po them është shumë mirë, kam biseduar, e kam pasi problem, se edhe unë e shoh si problem jashtëzakonisht madh të ditëve të fundit të komunën tonë. Por në drejtor, a kemë në zgjidhje, a presim në zgjidhje të shpejta, çështja? Është vërtet komunën tonë është rrit numri i qendrave ndasak dhe kjo përvret pushiet edhe në komunë apo komunë. Na kompetencën e drejtë shërbimit publik është eliminimi i qendrave ndasak. Në kalumin e kemi eliminuar nëpërmes vrasjes, tash nuk po lejohet me ligj. Ka qenë edhe një propozim i një kompanie që e bën kapjen dhe kastrimin e tyre, por nuk kemë pas fondet mjaftueshme, edhe nuk e kanë pasiguru ende objektin për shtrimin e tyre. Ka qenë një projekt që ka pas me ndërtu për rrafshin e Dullagjinit, projekt një objekt për shtrimin e tyre
regional. Nuk është bo hala, ne si drejtori nuk kemi në opsion tjetër se çka bojmë me ta. Është vërtet që është shqetësimi i tonë. Po ne gjidhje nuk ka. Përpos gjidhja që ka qenë në kalumen, vrasja e tyre. E kemi bo vrasjen, gropimin, edhe ka shku e mirë. Ta shë ndalua, jo, në një gjidhje tjetër nuk e. Edhe në këtore po mirë mu përqesh, mas të ku përqesh, të e pyetje tjera që në kompetencë drejtorive, edhe për qanë në këtore, së po kesh të dikë që përqeshin së për edhe shumë në këtë. Faleminderit, unë edhe njëherë po e marrë fjallën, nëshma o nëmë të krejtë delegatëve që më të prezent, na komuna qofë në kryetar, qofë drejtor, duhet të gjeni zgjidhje. Unë mendoj që zgjidhje natyrshë, përveç asaj metodë klasike që thajme që kemi eliminuar, metoda tjera shumë e kushtueshme, kuptoj, nuk diskutohet, që është shumë e kushtueshme. Mirë po, sidoqoftë, duhet me gjetë mënyrë edhe ta qenë që janë që na përthejmë nda ta, ta qenë të praktikën që po të diskutosh për ta, duhet me bojë, domethënë, bile pak të zvoglimin e tyre, se mos ta ndali krejt me hek, se me hek ta tonë ta di për komunat tjera. Po bile pak të me zvoglu, sa të mundë masën e tyre, do të ishte mirë, duhet me e bo një zgjidhje, unë mendoj që duhet me e bo një zgjidhje. Duhet ndoshta edhe komuniteti për komunitete që veç ka biseduar, ka pasi shqetësim, qoftë shënaj zgjidhje, duhet me e rronë zgjidhjen që shumë të bëhet. Po dikush tjetër, që shënaj zgjidhje, që mund të mos zgjidhet këtë problem, mendoj që është mirë mja propozuar edhe drejtorisë, edhe me pas sa më pak afiqen praktikën se mund me pas pasore, në fund jashtë të kave. Nëse e bënë me që dhe me që e në po e thojmë gjithë se vrasja aty me ndalohet me leqë, në fakt nuk po që ashtu, nuk e të filin. Në komuna kanë morë vrejtje, njërën kërë kanë bo eliminimin e tyre në përmes vrasje, edhe e kanë ndërprejt, ka shkoku i vrejtjeve të po ndërprejme që kanë morë qoftë për organizatave vjetë qeveritare apo qeverive tjera jashtë Kosovë, po nuk është që ndalohet me leqë vrasje. Do me thonë mbetet në kompetencën e komunës, nëse ne vendosim që ta bëjmë eliminimin e tyre në përmes vrasjes, ne mund të marrim vendim dhe ta realizojmë ato. Me rëndësi është njësohet policia dhe të kryet aksionin me sukses. Për ndryshe zgjedhje tjera për momentin nuk ka. Vetëm në qoftë se objekti për strënimin e tyre ndërtohet, atër komuna duhet të nda mjete që ta bëj kapjen e tyre dhe kastrimin e të aty që kanë ato procedura, edhe dërgohen në atë objekt strehimor. Vendet në zhvillim i kanë të objekte, ne teme tash... Në ka kemi për njerë që e mas fore, Mirë, drejtor, faleminderit shumë, unë po e kuptoj, unë nuk e dije përgjithësi kryesore të drejtorisë, nuk e dije se çfarë do të thonë. Ne e shohim si problem, po vendi është si problem, nuk e shohim në shumica shtetërore si problem. Deri te zgjidhja duhet marrë, deri te zgjidhja, cila është zgjidhja më e mira. Unë po them tash këtë aspektin, po e përcaktuar zgjidhje financiare se ndoshta metoda të tjera përveç atij ekzekutimit të shumë shtrajta, po pa përcaktuar tash pa parashikuar, duhet domethënë si problem zgjidhet, si problem sa më shpejt duhet zgjedhën mjetët. Duhet zgjedhën mjetët. Qoftë për një mënyrë, qoftë për mënyrë tjetër, mjetët duhet zgjedhën që na i respektojmë këta 2 muaj sa në verë, po tash është zakonisht shumë të pasuar këtu në shumë trona. Unë nuk e di, kisha bënë pyetje për ata që do të më përgjigj. Qoftë se dikon e hajnë ata çan, kush përgjigjet për ata? Kush do përgjigj? A bëni pyetje, a bën me ditë kosto ja sa është? Unë nuk e di. Unë personalisht nuk e di. Po të kono sa në informacion është shumë. Nuk e di. Tja për shkak. E strehimit që vendosur. Jo, kemi në kanë pru një projekt që është detale është shumë më krejt. Sa kushton kapja, sa kastrimi, sa strehimi, është bukur, kosta bukur e net, po jo edhe e pa përbëndë. Ata me kryet, që nga metoda më mirë, di që na kushton më shumë si komunë, se ajo metoda tradicionale më mirë komunë, po është ndoshta se e di që nuk e di. Nuk e di. Mirë, si do të qoftë, ne unë herë, po ne në vendit, po i bëj edhe një si e drejtorisë, po edhe në drejtorit që pra qëtë më thonë
ekzekutivin e Komunës Shqipërisë, që një zgjidhje do të bëhet sa më shpejt, derisa nuk na ka ndodhur diçka që nuk kemi qef kur një domethënë me menador. Hajde Fatmir, jashtë se ka fjalë Nurna. Përshëndes. Gjithë. Drita e ndëqimit, shumicën e lagjeve nuk populojnë. Ku e ka dhonë, në pas bisedë me gjallit të të fejnë, ta jënë do trapo të ju nëshën, në jekë. Mi ka zëjën dhe vekës, vetëm për trapo. Dispozezin e përlaqëm, duke vetëm ka ju nga të fërë. Punojnë, në barishën qendër, në lagje, punojnë kutin. Faleminderit. Në kryetari Fatmir, është në qimë publik, se në të disa pjesë Komunës Unikut, ajo fjala në për disa lagje, apo më në për lagje nga kemi abatare, a në për shumë lagje të tjera. Aha, se funksionojnë nga Komunës në realizimit. Mas përgjigjes në kryetari, përgatitet për fjallë është e Gazjeri. Pas është e Gazjerit, përgatitet disa shehu për fjallë. Atë në Ruskasnisi. Drejtara, nuk është praktikë. Ndryqimi publik në shumicën e lagjeve në vit nuk është në funksion. Shkaku është se jenë djegat atë transformatorë që pejtot e Fatmiri, i të thonë e gjemitin, po që ashtu është të vërtit. Në jetë mjetëve, s'kem pas mjetëve me i bleja ta, ta shpërpresin alokimin e budgetit, dhe nëse ndrejtëri tane ka me pas mjetëve, ajo është punë e thjeshtë. Duhet bletë transformatori, ndrohet, ata shumë shpesh po djegën, disa herë në kanë djegë dhe i kemi ndru. Kur rrymë a lumë dhe tensioni i rrymës është i ullë të stejnore, jenë po pas kohë me alternativat ndryshme, i djegë. Ata po i djegë dhe atëherë nuk po ka rrymë. Na mund të bojmë lidhen e ndëqimit publik direkt, pa transformatorin, a i se e bërë në e logarit orën kur ka me udhejt e kur me unar. Mund të bojmë, po atër mes në drita dhejt, 24 orë, për mes me kryu shpenzime, ka mes kështu. Na po presim alokimin e njetëve dhe është problemi thjesht, nuk është problem që kushton shumë. Po shkaku i buxhetit, se nuk ka pas jetën në drejtë tonë, ka mes pa u kryu. Drejtoresh, no, Drejtoresh e buxhetit ka lujtë të shka në të nuk e di e sa, e punët me në kaldu. Po, të më thonë, Fatmir, drejtore, po në e premtime, që natyrisht që gjithë shka mbarë prej mjetëve financiare që nuk diskutohet, në e premtimin që si të sigurohen mjetët në bashkëpunim me drejtoreshën për buxhet e finansat, natyrisht që do të mundësie, për dhe kjo punë të mundësie sa ma shpejt që është e mundshme, se drejsa qytetarëve të Unikut që kemi ofruar ndryshim publik, tash duhet të funksionu. Është natyrisht që duhet më parapahat të një hata, pak më shumë jetë, duhet me pas parasysh të hartimi i buxhetit për vitin që po vjen, duhet më shumë, se në qoftë se para 4 vite s'ka pas ndryshim publik, s'ka pas shumë pak, sot do shta ka, mbi 60% për një ndryshim publik, duhet me ditë që këtë kostoja, edhe shpenzimit po një basës, është jashtëzakonisht më e madhe, kështu që mendoj që masi është duhet funksionon. Edhe besoj që drejtori në dha premtimin që sa më shpejt që është e mundshme që të sigurohen mjetet financiare, do të thonë rregulluar ato pjesë teknike që nuk e kuptoj as për marrë vesh të mia, edhe me pas ndryshim se tash e kem problem me ndryshimin me javë qytetarë. Se kam përujë. Mirë, faleminderit. Është Gazjeri ka fjalën për rrugë. Përshëndetje për të gjithë. Unë kam një kërkesë për drejtorinë e arsimit. Nuk e di se sa janë në dieni se që 2 vitet e fundit, do të thotë që 3 gjenerata rresh, po kërkohet nga nxënësit e gjimnazit të vendit i Unikut që të participojnë me mjetet e tyre për hyrjen e klasave të shkollës. Për pas participimit, po kërkohet nga vetë nxënësit që ta kryejnë këtë shërbim çdo vit, domethënë nga vetë ata që hyjnë klasat. Kur ne e dim që drejtoria e arsimit e ka për detyrë që të kryejë këtë shërbim dhe jo nxënësit të dëmtohen. Edhe diçka tjetër, i kisha lutur kolegët e mi që në mbledhjet në vjen ta përdorin një gjuhë pak më të kulturume, më të qytetrume, se pishin janë nuk janë rrugë as në ndonjë lokal, po jemi në kuvend. Faleminderit që po ata.
Faleminderit. Për përgjigjet e kaloj fjalën në kryetarit, në kryetarit nuk e kaloj fjalën drejtorit, kështu që zënë çështë. Se të kaloj fjalën drejtorit. Ura drejtori për drejtorin Presidente, lidhur me pyetjen që bëri Aisha, mund të them se është vërtet që disa prej klasëve në shkolla kanë organizuar vira kombëtare. Kanë organizuar dekorimin e klasëve më tepër. Është vërtet që shkolla duhet kujdeset për ato, por disa klasë kanë qenë kështu më specifike, kanë dashur që klasa atyre të duket diçka më e mirë për klasën e tjera, edhe përveç asaj, nuk është vetëm dyra, por ka pasur edhe raste të tjera kur kanë vetë kanë kërkuar që me ndërtuar diçka, me dekoruar diçka klasë, kemi edhe raste të dollapave që kanë ndërtuar në për klasë, kështu që këto duracionet nuk janë dashur kurrë, edhe është normal. Po, veç, do të donacionet të bashkëdhënies të patajme, ai vot kërkesë në zënë që ata me marrë pjesë në ato investime ajo në deputën e investimit. Unë me vazhdim, kurse drejt nuk duhet kërkohet për investime mëdha. Sa i përket dhuratave, donacioneve që diku shefin qoftë, prej qoftë, që më thënë se çfarë, po prej që diku tjetër. Do padrona që ka kemi shumë me ballë për se dan kështu që është rekontekstuar dhe kështu. Po shuma e madhe dhe bukur është relative. Për mua kanë herë në euro or sa 1 milion. Kanë herë 20 euro më duken pas se për zon. Kështu që është relative shumë fakt unë në çoftë qendron domethënë që nuk po para gjykata. Po nuk u çan. Nxënësave me ligjin për arsimit fillor. Domethënë nuk guxojnë nxënësat të kërkohen vjetë financiare. Qoftë për rrugën e shkollës, qoftë për rrugën e burrit, qoftë për diçka tjetër, nuk guxojnë. Çfarë e prej po shkret diçka tjetër. Qoftë dikur do të bëhet donacione për me. Po, edhe pse ata ato e rregullon. Domethënë, rregullon edhe statuti komunës që barën dorë nuk guxojnë vetëm përmes gjallëvarisë komunës. Ata njerëz janë dorëdhënës që bëjnë dorë. Ata kanë gjallëvarinë komunës. Dhe që gjallëvarinë komunës. Edhe komuna na vëshë se na plasë ka pasur. Ço dhe procedura ka duhet kalon. Paraja publike ka duhet kalon. Qoftë komoda që si buxheti komunës, qoftë i grantë apo i donatorëve. Mirë, në qoftë ka ndodhur komunë nuk guxon më do. Nuk guxon më do shkelje ligji. Pra pa tu vëmse. Nuk guxon jemi të plasë mira, komuna ka buxhet. Në ato me gjëra të plasë. Edhe një shkrim kryetar. Po, është edhe me rregullore të shkollës, që nëse damtohet një objekti, qoftë një xham apo murja apo një bank apo diçka, është obliguar që prindi përgjigjet për damin që ka shkaktuar. Kështu që këto është dallimi mes të një në tonë gjërosje komplete apo një riparimi të objektit. Po këtë rastin i ka flasin për prindin e për nxënësit. Po, na po flasin për nxënësit. Nxënësit nuk guxojnë të kërkojnë çfarë. Ata kanë thënë. Ato ndëshkime nuk i di. Nuk me rregullore. Po, për shkakun, po se ndëshkimet me rregullore, ne pato rregullore. Qoftë rregullore është për punë me ligjin natyrshëm, ashtu kur jonë shumë punë. Po, këto do të më pasë, qartë që kur punë nuk gëzohet, domethënë prezidenti nuk gëzohet, nuk si kërkohet barë për asnjë shërbim saj. Rasti shërbim që ashtë që po flasë, për s'ka diçka tjeshme në rrëshë nuk e në pasionin në tjesë, është metoda që duhet të nëzohen, o që duhet të mëdohen në mjetën. Disa shrejo të atë janë, nuk të? Shëndetje dhe një përgjith, në ndërlidh në të kjo pika atimit, është të vërtet që ka ndodhur kjo, që ta marrë para Rusja Pojshka, edhe bile është thonë që i ka kushtu edhe me diplomat e tyre nëse nuk shkojnë me kryva shëpën. Kështu që kjo është vëpsisht të ndalimve, brend është diçka tjetër, në zonë është diçka tjetër. Kjo praktik dhe të ndalet njerë për gjithmonë dhe mos ndodhë mua që në zonë sa të obligu me qitë pare me participu me blend gjyra, kur dim që zyrtarët komunal arshën 10.000 euro në vetë dreka zyrtarë. Domthonë nuk kemi nevojë na si të ndojmë zonat as aspektin material, as fizik, as i kursojmë me vonë diplomës, as mendojmë për atë punë hiç. Zonë që ka obligim me kryt shkollën, edhe me marrë diplomën që më ka. Jo më marrë atë punë të organizimit të pranë. Jo. Como disa çështje tjera. Po. Që ta marrë një mësore të po jo. Kom shtetën fakti
që kryetari i komunës që 3 mbledhje nuk po merr pjesë, po si pa përgjegjësi, ndaj komunës që e bën kryetari. Dhe mendoj që nëse ai mendon pa kuvendin me vazhdu punën si kryetari i komunës, le të vazhdoj dhe ta shohim si po i del atij punë. Çështja tjetër është që kemi feja, kemi diskutuar mbledhjen e kaluar të objekti, ka pasur këtu disa punime me punëtorëve të industrisë, çfarë ka ndodhur? A kanë filluar ato punime? Media, pse nuk ftohen media të marrin pjesë në mbledhjen e kuvendit? Unë kërkoj edhe një herë për jush që çdo njoftim që bëhet si për KPP, po ashtu edhe për mbledhjet e kuvendit, njoftohen mediat e shkruara lokale që janë përreth për mbajtjen e takimit. Po ashtu edhe me pasjen e komunës është, nuk ka kur çfarë njoftimi. Mbledhjen e spotit? Nuk ka. Pastaj kemi debatin publik me qytetarët. Është obligativ mbahet 6 muajin e parë. 6 muaj e parë shkoj, kemi edhe 3-4 ditë, asnjë njoftim nuk është. Që ka debat publik. Kjo është një mungesë jashtëzakonishme. Prapë është pa përgjegjësi. Kemi çështën tjetër. Ne kemi pa para 7 muajve që kanë qenë zgjedhjet, dhe kryetari në objektivat e veta që i ka pas turizmin, zhvillimin, rinin, sportin, asnjë tan që 7 muaj nuk është punu këto objektiva që ai ka përmend, me cilat i ka dhënë përmbimet dhe i ka marrë votat për marrë drejtësisht. Bile, as mandatin e kaluar, rinia nuk ka pas kur çfarë për ka. Punon atë studentat, 4 vjet e kaluar, asnjë student, asnjë bursë nuk e ka marrë. Pe kuvendit. Që është për ta keq, edhe asnjë komunë nuk e ka një praktikë të tillë. Sporti, nuk e di kuvendi komunal. Sa ka ndarë për klubet që i ka të vetat njëni. Sa pari ka ndarë. Qendra rinore që është a funksionon, ajo nuk funksionon. Do të thotë, rinia me gjithashtu kushte fqija që i kemi në Kosovë, e këtë situatë që e kemi, nuk ka kur çfarë stimulimi që ne jetuam më vazhdu jetën më ashtu që jemi. Po e dim që trekat zyrtare, prej ekzekutivit, si ekzekutivit, kalojnë 10.000 euro çdo vit. Shumën, pa pik nevoje, e të hajnë ma pak, edhe të një mojnë rejnisë, të një mojnë studentave, sportistave, edhe kërkoj, pa që përfundu këtu, që këtu kërkesa që po i bëj vazhdimisht, ku janë çdo mbledhje, jo vishon, po krejt antarë, në kuvendit, në hapet një përgjigje, edhe mundohen të pak në kjo ekzekutimi përmisu të kushë, mos vim nga këtu me folë këtë, se kur vje vakti i buxhetit edhe ne do të folim atë. Ja, me me dhije sot, që unë këtë kuvend, që kur vje vakti i buxhetit, që një këtë drejt, një marrë atë buxhet, nuk do ta marrë në shtë që parashtuet. Derisa nuk përpjekën me bashkëpunu, edhe me përmisu kushte shqiptare. Me punu në drejt atyre për cilat edhe në ardhë. Nuk kom të shkaj. Faleminderit. Rrethasaj pyetjes parë që bona kishtësimi parë që nuk më që unë mua vesh. Nuk është nuk ka drejt as që kursdoj, as të gyt, vetë as turizmin e shërbetit. Nuk diskutohet. Që ose bode i tash që praktikë të keqe të paliqme, mo besoj që dhe drejtore, nuk përsi, ku zëndi kur të bënë një gjithë gjatë tjerë, se nuk është e rjushme. Sa i përket pyetjes tjetër, mos pjesëmarrjes kryetarit në komunë, ndërës kuvendit, thëmë drejtëri, çështën e raporteve të kuvendit dhe kryetar, në një farë forme e rregullon ligji për veçorinë lokale. Po thuaj se mbet nga punën e vullnetit, e bashkëpunimit mes kuvendit dhe kryetarit. Kjo çështja vullnetare e ka një rezultate, po pas kanë një nuk e në ashtuar, për fat keq unë kisha pas qenë me pas, po unë mendoj që pasi nuk është kryetari, në vendin kryetari, unë mendoj se shumë pyetje kanë përgjigjur në kryetari, dhe se natyrisht që do të ishte mirë edhe kryetari më qenë, po të ishte dy të isha më mirë. Ishte më mirë, po unë ndaj përgjigjes nuk mund ta them se s'mor pjesë, nuk kam në arsye unë, se vetë të përgjigjem. Sa i përket njoftimit për mbledhje, përket mbledhje, njoftimit në det faqe, unë e funduar nuk di kush ka. Na
këtë javë, fillim të javë, kem bu kërkesë, kem paqet komunale menaxhor për Ministrisë së Administratës së Kem bu kërkesë edhe kem thonë që pse s'po funksionon paqja, pse s'mundem me postu lajme të reja. Deri në çështën e parë. Kem marrë përgjigje prej Ministrisë së Administratës së që në gjitha faqet e komunave të Kosovës ka probleme edhe ka kërkesë të madhe. Ajo është shpirtin teknike. Përgjigje prej Ministrisë së Administratës së që sistemi ka marrë shkretën që nuk mundet me pasë paqe deri sa bën gjitha kandidatë. Atë në fund problemi është në Prishtinë nuk ka problemi. Unë e di që në kohë, në rastin e hartimit së shtetit, e bëjt zakonisht të bëjë njëftimi problem. Qoftë fizik atje, po të njëjtën kohë dërgoj të më thonë e dërgoj të rrugës atje, po edhe të zyrtari për informant. Që e bëjnë po të njëjtën kohë. Pas ka probleme teknike, si pas mine që pas ka mund të ikën asë një ndërë me të reja, mund të ka probleme dhe hapit me materiale nuk e di. Po, unë obligimin të ndizore për kryje, që e kam, dhe për kryje, nuk pas ka përfat kesh, nuk pas ka një të që shumë kesh, edhe pse një fëtit fizik në e hapë, e bëjmë të ndjenjë, që po e përdojë që si ta për shpallë publike, sa sa të të për objektivat e kretarit, që i përmendë në sportit, student, për e njësë ato, që në kretari, në kjo përgjes, në kretari e spatan, që më thonë një projekt sezor që ka pas kretari, bashkë me kolegë në vetat e mëzënegën e drejtar shikore, qoftë se këtë kam pëndu t'i shkare nuk ka realizuar, atë në atërë që ne kemi ndjerë, atë është ndjerë në vjetë, dhe më sigur që njerëz në ta thonë, kjo është pëndu, kjo është realizuar, edhe në atërë që edhe ekzekutivi të të qoftë në kretari, i kam përgjithë të veta, pse nuk është realizuar. Unë ja ka leksionin në kretari, masë është më ndjerë. Për punë të për diplomat, shumë është mirë, një jemen, ai që ka kurdu dhe me armenë, ajo është shumë e mirë, më së punë që ajo shkryrë. E dyta, ka për këtë kryetarit që nuk mërë pjesë, ajo nuk është asë në lejën, mirë për ka takime, është shumë i angazhum në takime. Problemi që ajo është, për nëshë kryetarit është shumë kooperativ, është punëtor, është një fatë që e këmë në të thonë drejten, edhe nuk është ka bënë kur parë njërimi, ta nëse me një kështu, bile sot ka pas takim me drejtorin e kjetë, në Turkë, edhe dhëtë më shku më taku, nuk ka të bëja dhe në nëni, për këtë arsye munën, dhe që ti një për në tabën këtësh, tash është arsyeshme me arfetorin, nuk po kem projekte është në madhur me miliona, që është ka shkëllonot me të nëmë. Që ja ta kem kjo. Kryetari është edhe me një funksionë, edhe është ka me bashkëpunim, edhe ai ka përgjithësi, edhe ka marrë. Sa për aktivitetën turizmit, në vetë sa të di që ka mëllon gjitha aspekte me rrugë të mirë për juve, se komuna në vënd turizm, me mirë për juve, bizniset, ai që ka, ai biznismen që vjen, mi kriju infrastrukturë, ligjore, mrena komunë, me rrugë, drejta, që ajo është punë. Stojmë taj bëndë, thonë, jo dhe një përtë, jo një krasi me gjithë, sa kemë mundësi dhe atë punë. Edhe kryetari, edhe në atë aspekt është kapinat, me ministri, me tana, që mjë gjithë, ose vjen në investitori i huj, ose i mranëshëm që ka, interesat me zhvillu turizmin, me qenë në hapë, vendat treja punë, në atë keme punë, graqen për 24 unë në jashtë për rekomendacion që kërkuar. Kështu që nuk kemi pasinat. Për aktivitet të remi, nuk më më thonë se jemi patikeshtu në së miknashën, mirë po ka aktivitet. Ka futsal, ka pare nda. Pare të me të rëgut drejsh për futsal, komuna i mbëllon me regjistrimin e ekipet, që buat 2 herë në gjatë mujtë. Jenë të punimi e dishka e, edhe uqimet e ekin, kështu që falenderoj bizneset që jenë 5-6 bizneset që ka animuar aktivitetin kulturor sportiv është, kanë pas dhe më tonë voglet, edhe ka shenë aktiviteti, jo qash po mranda mundësive që e kemë, mund me thonë se investinashëm, ose
atletika ka pasur ajo me pak me probleme, si me mungesë finanse. Ajo diçka, po nuk kemi kanë akadematë. Pe di edhe në vetë në peshë training, u ka qenë një fat tash është e kem hodën atë, po pas dhe me tërgu drejt çdo javë po ka aktivitet. Edhe rinia po ka ku ka tash e kjo mori të peshë të është një fat i mirë që edhe të rritë, edhe të moshuar që komuna dhe qytetar po i kem pas një vullnet që më kriju kushte me dalë. Unë po tonina mirë faktikisht pa marrë parasysh ku po dalë në mbrëmje që po shoh jo tjerikut. Po po shoh vetë të shoh rreth që po vinë dhe të kalojnë kali orë dhe dy do të thonë punin shumë mirë. Ka mungesë, ka mirë po mbrëmja mundësive jemi dalë çfarë kushte, çfarë mundësi, çfarë zotona shkel, jemi duhet të thonë unë mendoj se një stepër finansën që ke mujtë me arritë dhe kështu. Që ka to dhe sarë tash që për fund të burë sa të kitë drejt, është unë edhe unë këllë i vetën keqë që të mujtë, se në studentat bile këta që në studentat dalune ka nevojë, bile tash lejë studimet, por të masë e të bile mujtë, besoj si këtë vetë dhe të bëjnë diçka, dhe të dojnë diçka. Këtë që kjo është ajo, Shkanderi. Mirë, Shkanderi. Kësa replik? Po. Unë. Po, nuk pisha arsye ose nuk pisha punë që pa ma herët në kryetare që jemi fillu me që utrujtë. Na pitim që ajo rrugë është të ndërtu dhe ministria e ka pundu. Një është fakten, dhe i sa nuk shkon puna mirë ma rrugë, jo si kuvend komunal keni drejt me ndarë. Na le punën, e thirë ministrin, e njëfton në një shkresë, që tu s'ka ka i këtë punë që shkruaj, edhe bile më të përdome, se turizmi nuk shvillohet që i bloku njerë në rrugë në shkunë për shpia veta. Në ndrymë nuk janë 1.200 euro për klubin e futbolit, nuk janë samë. Është një shumë minimale, jarë zakonisht e bushtë. Pastaj bursa, kjo është për klub, kjo për klubin e fushat, në media, kjo honi i përmëtim publik. Që mendoj që duhet në notë dhe duhet realizohet ky përmëtim, që studentat janë të prit një gjotë tjemë, dhe pra të arsyeja kanë e për të bestimi këto. Pastaj për media nuk pura përgjigje. Mediat e shkruara lokal a njoftohen për mbledhjet e atë kanë mbledhje. Unë e kam informata që nuk Kam drejtë në që unë po përgjigjem ne kemi një obligim ligjor ndaj disa mekanizmave që duhet të jetojnë. Kemi obligim ligjor. Obligim ligjor në sajtë june, ndaj mediave nuk kemi obligim ligjor. Na nuk kemi studie tash, nuk e dim të pës shërbimin e kuvendit, në qoftë se nuk janë informuar, na do të informuar. Na prish puna, për zyrë gjithë ambjente kemi publike, po një shpetar, se të përdasun për media. Po, a është bua nuk u bëhet e i tash, nuk e di. Ta marrë informacion për shërbimin e kuvendit, në qoftë se nuk u bëhet e i tash, ta argën dhe të bëhet. as për debatin publik të kumar. Për debatin publik. Njoftim nuk është bëhet anë publik. Kur do të mbahet, kur është para është para parë me datën 30, është para parë, kryetari nuk ka qenë këtu, mu ka dashur me bëhen bashkëpunim me kryetarin e timit, po edhe ftesën, po edhe rendin e tij, kryetari për fatkesh nuk ka qenë në javën e fundit këtu, kështu që ka mundësi ose shtyhet ai debat, mos marrë datën 30, unë pres kom informacione që sot kryetari ka ardhur tek unë që mund të takue, ka qenë jashtë vendit, mund të takue për fatkesh, po besoj që sa më shpejt të jetë mundur na do të organizojmë debatin publik. Është normal se pak kalojmë ata kufit ligjor. Ma mirë që mbahet ma vonë, edhe të njoftohen njerëz në vend. Gjëra që është Pra se thon mbahet morën pa njoftim, kur gjëna nuk diskutohet pa tjetër. Ai afatin ligjor për shtatet e punës e ka pa dyshim një publik. Po tesa që bën, a do të jetë ai 15 korrekt, a do të jetë 30 korrekt. Pa më parasysh debati publik do të jetë informacione. Qoftë në faqe, qoftë në rrëtë që e thajti shavekat lokal që kemi këtu, gjithë do të bëhet, po do të njoftohet ai gjithë opinioni pa dyshim. Edhe çka po them, me ligjin, po e shkeni pas ata fatit, po edhe unë mendoj që është më mirë me marr, do të 15 ditë më vonë, se sa mungut e nëse pas do të kuptojmë nuk të shohim. edhe për A fatit e shkruar do të respektohet. Drejtori mund të njash se është gjallë. Ande, sus.
sa i përket QKMF-s, punë që ka kryer ujësiet, punëtorët e ujësisë së Zvërinë e kanë bërë punë, i kanë vendosur kanë pajisje që kanë bërë kanë ndërzuar, ata i kanë bërë lidhjet, e kanë testuar për momentin nuk ka lidhje të pasynë të ujësisë. Kanë vendosur se të ndalë, se të kaset kanë vendosur ka në edhe nëse vjen drejt e rrjedhja një fuqishme, me pas mundësinë e eliminimit të rrjedhjeve tjera alternative. Për momentin e kanë kryer punës, jemi në fazën e vlerësimit mundësive, domethënë vlerësimit sa kushton ulmi i balkoneve. Si kontakt me gjithë kompani, kanë bërë, kanë qyrë atje, problemi kryesor është se gjithë e plastikës. Ato do i përfut, sipas ekspertëve të për më bërë izolimi përsëri. Dhe do të ma poshtë, të të kemi ngjetë mas shumë të maskesë dhe nuk po ka kompani që i ndërton dy regulare që të vejkë punë të ato pjesë dhe i bëjmë anë. Jemi të më thonim që puna dhe i ti, edhe përse që te ka fundin në dërshëm, do të amere kompani që do të amë krejnë e izolimë dhe me izolimë. Andej, Zëneri ka fjallën, atëherë Ani, po ma të lerit na imi dhe përgatitën Davitë respektivi ma të. Kështu që më. Po no, Kërësus, kam interesant kemi bo, para të ndjerë, kemi bo të për kjera emergjente të artiksa për regjistrim tyme. A i registrua të kjera area, a ju që këtu të vazhdoj, po regjistrim, po sigurim, po akuzjon të më thonë, komuna më konë në gjanje, edhe kam interesant rrës bledhve, a kanë drejt personat për indikumit me prunë bledhë, për shemë region tonit, apo një komune tjetër, bashkën e syne, a kanë drejt a nuk kanë. A e registrua ka të njëta që është të informacion që të sharon së dhe me paspas të një telefon që kujtojnë ka përgjigje sa i përket prunës bledhve nuk e di nga fishin përkretari me sigurit ja drejtuar për shemin ekonomisht të pas këmë të me sigurit në kretuar që ose din nga një informace në kretuar më fosë edhe nga tesa asë nuk e di një është këtë normale po që ose këtë djere nuk kem bimunësi me e ditë atë drejt, a ka një këtë drejt me prunë të apo jo, unë nuk e di që në përtojnë që se tonë me të dy pyte do përgjini unë. Këto kamionat e jashtë se në këtë zëgjishtë në qështë. Për punë ble kështu, unë bashkë një takim për parë tjerë, zëgjishtë me këto shoqatën e gjeshtarëve të ajonë, gjatë të vetër, edhe kemë diskutu. Na i kemë shu gjithëve, ja kemë shu ka i shërmesh, që duhet me pas deterinsat të uzemi që djetë e shumdosh, ashtu pas më një këto, kështu që ata i kanë prunë, ligjërisht në ta fanë një prunë. Nuk territori Kosovë. Kanë të ngesa jo, që ato kanë prunë gjithë, kështu që pak shoqata janë pak ka pas që po të për punë të ushqimit të vinë hajsëlluar shumë, që për jetë shoqata janë pak kështu, në sa kemë rëdullu, ashtë ka shofin, nuk nuk ka për gjë, jesë kemë i kanë pru gjitha ato, shka i ka kërkuar të komunë. Mirë, replik, po të na po të më qështë po parasheli një komune në konë në verë për pa kërë emergjentës të artista. Sa i faktikisht nuk po të në, kur nuk po i regjistru, nuk po i sigur, që po kemi edhe organet policore këtu, mundë me i vetë, a i si regu nuk do të më dhejtë me darë komunikacion. Të është në një farforme jemi pata, që është e parasheni ju si komunë. Nëse ka drejt me darë, po regjistrim, po sigurim, kjere emergjentës, si hetë, po du më thonë si duhet në gjysh natë, në gjysh ditë dhe një farforme ma gjut me hetë dhe ma shpejt se kjere tjera, kur ka raste, nëse ka drejt qështu, atë kemë qërë me i. Në thonë që ajë ka drejt me të alë dhe atë s'kem nevoj me registru heqë për erë. Një mojë qështu të ma tjetër. Na përgjësit e tjerë në këtë në tona, kanë drejt asë kanë drejt me donë komunikacion për e shumë në këtë që në jenë dhe ataj
Nuk kam e tjerë këtë punë. Po mirë është me mund të më regjistruar, mirë është me mund të në kërëtar në gjithë parë me regjistruar. Se vërtetin është mungesën. Më falë kërësu, sa më në ndërhysh këtu. Në kuadrë drejtërisë shërbimeve publike janë edhe emergjensat, edhe aty janë është ndonë e fondi posaçën për emergjenca. Ato parë që janë për emergjenca, pse mos më regjistru kere përderisa nuk shfrytëzohen diku tjetër. Drejtori kem këtu në kryetarin kem këtu ka përgjigjem nuk e di. A kam mjeta, s'kam mjeta, ai mund të dikun ato mjete për regjistrim apo për diçka tjetër për këtë projekti këtë vit, unë nuk e di, nuk kam atë informacion. Drejtori kem këtu në na përgjigjem. Po, a ka pas mjete ndonë për regjistrim të automjete për këtë vit apo jo? Po emergjencat hin kuadër drejtorisë shërbimeve publike, edhe për atremijën të ndonë mjetet, ju dohet. Drejtori kem këtu na përgjigjem. Mjete para po me vitin që jemi tash nuk ka pas për regjistrim të automjeteve. Jo për regjistrim, ata nuk janë shputën prej komunës, për ata ka një ministri buxheti vjen drejtori tonën, edhe për ta. Që ka para po në kornis, apat mesme, 5.500 euro, Normal, kemo një... mjetet të dedikura për regjistrim të automjeteve. Dhe i tash nuk ka pas mjete për këtë destinacion, nuk kanë qenë dedikuar. Po për buxhetin e vitit 2014 nuk ka mjete destinuar për jo, edhe për atë arsye janë automjete të nuk për vitin tjetër më thua, ashtu. Mungesë të mjeteve. Po, më ka mundësi tjetër ligjore që bartën mjetet që i kikira për registrimin automjeteve. Po, është me dashur kryetori, armëlon një projekt tjetër edhe i dedikon për është vullneti i tij dhe i drejtorit buxhetit, drejtorisë në këtë rast. Deri me tash nuk u boni diçka e tillë, unë kam kërku disa herë regjistrimin e automjeteve, kam kërku e kemi është dhonë edhe një automjet tjetër një gjithë për drejtorinë tonë. Se edhe inspektorët kanë mungesë të automjetit për inspektim të re. Edhe ajo është hala i parë regjistruar. Domethënë krejt këto janë pasoja të mungesës së buxhetit. Në një vend zhvilluar, asnjë kompani që ushton një veprimtari, çfarë do kohë ajo? Po foli për Gjermani, për Zvicër, për Suedi, Norvegji, ku ta diun. Pyetjen e parë bën, a ka zjatik? Në territor ku do me bënë një. Edhe nëse i thonë është një shërbim i zjatik, po nuk është funksional, ai e ndërprer. Veprimtari nuk e bën biznesin në atë komunë ku nuk funksionon mirë shërbimi i zjatik. Po ne jemi karnojnë në Kosovë dhe ne në duhet me marë, me intervenu edhe edhe pa policë sigurimi, kur kemi rast të shkojmë, qashtu shkojmë. Nëse krijojnë kushte dhe ka buxhet, e regjistruat automjeti i shkon shumë më mirë. Unë nuk muj krijoj hyra për qëllim. Me konë që janë parë, të bojmë, me bojmë, i shko mirë edhe për mu edhe për ne. Tu është problemi. Mungesë të mjetë. Te dhe më kërku për e drejtë për buxhet e financa, për kryetar që më ndonë mjetë më registruar. Nuk kërku vitar. A në konë të registruar vitin e kalu. A në konë edhe vitin e kalu të registruar së vjetë, alo, së arë buxheti e për kërton. Nuk e konë të registruar kurerë. Jo, disa sheve të fjalën, veç ta mirë. E marrë përgjigjen puna. Ndërgjith nga konkretisht, ishte që mirë që mi dhonë, mi marrë një rekomandim ekzekutivit të kuvendit që të bëhen ndryshimin aty në projekteve edhe që ndohen mjetet drejtorisë në fjallë, të regjistrohen ato të mjetet mos të mbesim për një problem të vogël, nesër në ndodhë diçka me marrë vesh për Kosovë. Edhe unë jam për. Isha të zhekshme me vazhdu një projekt tjetër e mos më kërë një projekt. Edhe unë jam për. Ta merë që rekomandim të një edhe. Ja, përse që gjithë në tarë të kuvendit janë për, nuk natyrë që po vim një pozicion të keqë për me në zëneri, për shërë sa kanë drejt me dojnë rrugës, sa ato na vim ndesh edhe me shërbimin tonë politor që kemi këtu. Nuk është pasqyrë hiqme për komunën. Dhe unë kërkoj që sa ma shpejt që ka mundësi, në thonë, njëbile prej punët para që duhet më kryje, është që ato automjetet regjistrohen, të kenë, të sigurohen, të regjistrohen, dhe që në kashme përvedarë një intervenu. Por që që pa
zëm pjesë pa kuptim. Një kamion i gjafit dhe desë është komunikacion edhe pa tabela të regjistrim se pa policë sigurimi. Unë si drejtar kështu me të bëna njërë e kom zonë këtë qëtësin disa e kryetari edhe në ledhe bordit drejtarëve. Fjale jeme nuk ka pas aq ndikim sa me realizu këtë përmëtim. Ju si kuvend, e kini fuqin pak ma të që mundi me bo presion. Edhe me realizu këta me lojnë di. Unë dhe që rekomanduar. Ja mundë me rekomandu si ku sa disoj dhe nga përse të të rekomanduar. Minimalja këta asfali është bile rekomandimi ju i me shkur me shkremë. Edhe si rekomandim, por edhe kur buhet mbyllja e kornizave, kërja tretit vjen, edhe ta fushin të qërë. Jo, është, kornizë është. Po, bile ma një punë se hecë. Mirë, faleminderit i qarë për kontributin. Gjavit e ka fjallën? Gjavit Zelia. Masi u rapëtjatin deshta në një të mirë në të të kënë një qëtë tjetër, për këtë politik. Kënë kërështë është i kuvenit të se dështë ne shkojmë me një rekomandim, përshka që këta mësë me dalë po tabela ose politik, përshka po kjo është faktikisht shkini ligjore që bëhet kjo drejtë të drejti, mirë po nuk është arsyeshmëria ajo që s'po ka mjete bugjetore, se këto duhet kryen do procedura se nuk funksionon i e kundërshtim me ligjin. Nuk që duket këta e mësu për më shkelite, dhe për ata nuk ju duket shumë tragjike kjo, ose shumë shqetësuese se me dalë të thotë po ose mjetet të istim. Po të qështin e dhe paqet, vetëm një shka kota. Qështin e dhe paqet, disa orë jëmë të rritit, mirë po asë njërë të jati nuk ka përgjigje, për post ato sot që pa zërtoj që është një problem që ministria është nga tjetë. Kjo nuk është një parashmërije se dhe paqet se janë njëte shumëta që dhe paqet matë funksionale, sepse është shtylla kryesor për informim qytetarëve. Bos ligjit dhe përmet qytetarëve lokale është shtylla kryesor për informim. Sepse transparenca aty të regohet. Ajo është një pasqyrë në vetë faqe të komunës unikit, aty është pasqyrë se sa komune unikit është ekzekutivi, se sa është transparent me qytetarëve. Kjo është më vërtet vazhdimisht të kemë kritë këtë shqetësim. Unë e ju shërbesu në kryetorit se faktikisht dhe poshja duke kryet punën e saj, ku ne kërkojmë një informat, një regulore që o miratu për vendin e unikut, e komunës e unikut. Ne plan zhvillimor, një plan regulativ që qytetorit do në me ditë ku gjindet ai, edhe qka ai do në për me investu, do thotë nuk e gjojnë këtë informat. Asë një vendim të thotë nuk bartet, për kunda e sa hate që po besojmë që në këtë jo pas a pas problem, po ku është që është me vite që s'ka funksionu. Me kemë pas një njërat komitet për politike financa, kërtore komunës sot e retën një ashtetim që nuk ka zyrtar, edhe të këtë fumi sa e kemi Facebookun sa në ashtesh, tash edhe suja ti e kish me grishu me qëllim këtë qashtë në vetë faqet. Kjo është të kumësonë në ma herë, që kjo është faktikisht shkeljet e drejta dhe të qytetarëve, shkeljet drejta dhe një revë. Une qëta ka zhujt kusht, u kësha gjutë që na jetë një të rejtë. Kusht probleme që bile janë një tri fotografi, 2010 vazhdimisht për silën aty, që kanë pas disa takime atje kryetari dhe me qytetarë, dhe vërtet është shumë e rëndësme. Përgjigjen me kalojnë në kryetarit, ose në kryetari nuk ka përgjigja, ja ka në fjalën drejtorit të administratës kështu, që është edhe një farforme edhe përgjegjën për mbajtjen e vetpaqes komunës, edhe pse këto aspekte teknike nga këto gjatë fundit për të vërtetë të fundit, më them që ai administrohet patjetër për një Ministrisë Administratës Publike që jo vetëm gjatë, po gjitha vetpaqet qoftë qeverive komunale, po qoftë ministrive,
ose kuvendit, më administror për Ministritë Administratës Publike, ka probleme teknike, në probleme teknike të javës, dy javës të duhet të diskutohet, poshtë për koshtë. Për çështje tjetër, sa funksionon është në kryetarin e kemi këtu, e kemi drejtorin e administratës, në kryetarin e kemi parë drejtorit e administratës, të mund të çaron, mund të ato informata se ajo do pra ta shpjegoj, po informata për qytetarët funksionim. Po në kryetarin e votë Unë desha veç me tregu që është në vazhdimësi është ka punu. Dhe nuk kem nevoj me në një të shqetsumë, se për ditë është ka përgatitim ato. Edhe këto shqetsumë si një me pasë. Ka me qenë gjithë ato që ka kërkon një keni me. Në më dhonë, komuna e një këtë dijet edhe është një atër komunat që ka transferit të matë. Ato, edhe ato do t'i kryjnë, drejtore është ka punën. Pra, nuk keni pej mujtë tjetër si në nevoj asë me për shqiptime, edhe kryetari shumë i përgjithshëm, edhe ka oblige, edhe është njëri që ardhë është me votën, edhe ka që e kanë nuk mundën nga kryetari, është abonën, dhe ata këtë do më thonë ajë ka me kryetari. Ajë, për kundazi, kryetari është shumë pati njërës. është qashku për usë edhe për nën bashkë, më thonë gjare një minë për Nësë më skadë jashtë tema, e para më stare, në nuk kem nevojë të gjatë. Edhe në kryetari, në drejtori që më prezent, në governi përgjithësi, duhet me ditë që çdo vrejt, çdo sugjerim që bëhet këtu është për të mirën e qytetarit që më. Kur është me rrugë interesin personal, as familjar, në farë formë të as partijat, po janë, unë i pava shqetësime që i ngritin në imë fillet, që i ngritin zemneri, që i ngritin histori, e shumë tjerë, s'ku i kanë të një po janë të tjerë, dhe janë shqetësime që e më dojnë unikun. Janë të thonë prime, që janë penges të zhvillimit jetë normale një unik. Nuk i shoh që janë tendencioze, as nuk e pasë i dash. Dhe përmenë drejtori, ka njerë kemi mungesa të aspektit financiar, që nuk mund të realizohen ato, ne e kuptojmë, po duhet bëjnë përpjekje, një të prejnë, ose një të kurit kërti që ndodhë unik, na duhet, ose si kuvend të se duhet për tonë, edhe me na mundësive, të mundohem që atë problem të zhjidhin, nuk kemi nevoj, as me lafdu për tonë, kryetore ka kalunë, për një proces gjazor, orë që kryetore ku nuk e kontestan. Ata që kontestojnë e kam pas komisioni për panelit për ankesa për ashtresa, kanë mujtë me i dërgu vrejtët e veta, ankesat e veta, janë mekanizma të kërso ka një zotin, ku kush nuk e vend dëshim, asë legitimitet në fikumine, asë kryetore, asë kuvend, asë mekanizmi, mund që egziston në Kosovë, po, na duhet në marrë me problemet për shqetësimit. Unë njëherë po krejna, unë shonë na imi që e ka vrasë, për shemë, një qashtë një vidi shposetat e mazgamine, që mund të mi vratë sytë dhe mund që 3-4 kërë, po që 4 kërë. Në një qësorë të të shkajnë, ka po një majos, se di që na imi është kuvend e ka do votën e një, që po të marrë syta si shemë. Hajë nuk e di që duhet me mekanizmi tjere. Dhe normal që na imi, preja fi kujtë të qytetarë, ose a i vëtu që një kujtë, duhet me ngritë qashën kuvend. E kuvend është me biseduar me gjithë forma, që është mbarë dhe të zgjidhja një problemi. Që nuk është, qashtë e postet nuk është të që na imi të një. Asë nuk është që jenë, po është të gjithë një kasë, është brengë gjithë një kasë. Për ata të thënë, çdo shqetësim që ngritë, edhe shatë, edhe ndërë të kalunë, nuk kjo tendenciozë, ku do në pasë. Të të vetë është një vetë pasë, që më se për vetë pasë, më të njërë në Kosovë, që e ka një komunë. Edhe unë nuk mund të pajtojnë me ata që ka mjatë më drejtë. Edhe po solidaritohë në tyre. Edhe sa ma shumë që t'ke, marë manë, dhe në qofë se ka, dhe 10 herë ma tjerë sa ka, është ta. Du të pas hala ma shumë. Dhe ne vazhdimisht duhet me tentuar të me shkuar ka marrë. Se pra ta dhe një klipër, pra ta nuk. Kështë që nuk kem nevoj, as me mbojt përkon, as me e shajt përkon, na kompetencat përgjithësit ku vendi i gjithë. Për me dhe një propozim të visari, na i rekomandojnë organit ma të lartë, që qofë për ata kamiona, qofë për ato puseta, qofë për ato, që më bëzë qiri sa ma shpesh është mundësia. Nga partë të mundësit që në kryumet, që ato partë të pishë për qëllë. Por në zënët që më të përrit më në Na, në 2010, kur kemi arë në pushtet të në komunë, Gjaviti ka qenë, na kemi të shku pushtetin nga
subjekti që Gjaviti ka qenë pjesë e ekzekutivit, e din shumë mirë se kemi ardhur në kohën ku kemi ardhur nuk e kemi pas asnjë kamion gjatë kësaj. I kemi gjetur do lopata, do fshita edhe do konta shpinë. Mas 2010 kemi mri, ne kemi 3 kamiona, sot kemi krejt donacion, po është penzu buxhet komun, janë të parë regjistru, më është vrejtje me vanë, edhe unë e pajdona se ata të mund me po të regjistru, po në teritorin e komunës janë të tjetë çfarë janë ata kamion, dhe me sot komuna janë e ka vendin e parë në Kosovë për apatin e intervenimit zjarreve, në kohën kur ti ke qenë për 7-8 nuk e ke pas asnjë kamion edhe ka ndodhur shumë zjarre me pasoja të mëdha, duhesh pak me një falë për këtë gjë. Ndërsa sot i kemi ata 3 kamion, janë pa regjistruar, po nëse sigurohen mjetet ata mund të regjistrohen. Po intervenimi me zjarre të kohë dhe fai në sukta me shkëdit në kërë ku. Janë pra faqe shkëdit. Na nuk e kemi mas parë në ndërë. Na nuk kemi nevojë, as të rribra, tana me diskutuar, nuk kemi nevojë. Është normale që dikush për dikun e trashëgon për shtetit, edhe shumë mirë. Ne kemi trashëgu për dikun, dikush e trashëgon për njerë, dikush për etnë tjerë, të posteti të shkanë, ka në vëtë. Është shumë mirë që në kohën që po thuti që ka pasë dhe keja ka pasë në fota, ne me ty gjyku për çdo ditë, nëse planifikoj një diku me pasë helikopter për mishu zjarë, inshallah nuk ishuj mu me kamiona. Do tash me thonë me 10 dykshin se na kemi po kamiona këtu po ato. Unë mendoj që nuk kemi nevojë se nuk është ndjerë publike. Po, jo që pas të shkume të ndalume se ti janë dojë ku dërë, ja nuk kanë nevojë me dojë jashtë rëndi di. Jo. Nuk ka kurso personale, Në gjithë atë, shalim të kolegë, krine, mesjor, 20 herë. Po, për tjetën, që është në bëfem, jemi ka prasë për të fiksionor. Për të nuk ka prasë një orë. Ja, po e mbyllë të më tarit në po e mbyllë. Se është puna se më thanë duhet me një drejtore. Këtë drejtore duhet me një përgjithësi për punë që për krynë. Se s'ka nevojë se une tërgona e ka tonë në aksion për fikin e zjarë. Unë faktikisht kam qenë atër me qëto lëpata që kemi posë kemi dalë. Shumë herë këmë dalë, shkurë. Se faktikisht asë komune asë punë, po kemi arrit të milion. Gjitha preherë në punë. Edhe ajo që është nuk është jonja që ti do të të shkel ligjën që me dalë e lejon, do të nuk e... Po, nuk është të kuvend, ka do të thashë më, e të nërgonë. Qështë ajo, qështë? Një. Ta e mbyllëm që është në vetisë, nejnë po e përfundojmë, mund me marë, po një që është mund të jartikës, jo ato e mbyllëm që të Jo. Mirë në në më të thame. Jo në rgonë. Jo e mbyllëm ato, si kemi më. Provët të deshta më thonë të mu marë, po të provët. Një gjë që të provët nuk është edhe nuk janë lenë. Faleminderit zotë Kryesusën, pak më ndryshme tash për fejket pak monotoni, gjithnjë të i mendu për qytetarin. Në vazhdimsi e kemi tash është folë që kryetari ka premtuar që do ta sjellë kompaninë, do të punojnë drejtimin e bartës kompetenta për ujitjen e tokave këtu në komune. A din kush më ndohë përgjigjen këtë punë? Një. E dyta, e kemi një problem atje të shtëpia e Sofedipit atje kur është punu rruga atje, ko gypi atje, nuk e